Besnik, po e nisim prit shtunës kur e pam edhe dorëzimin e detyrës së Vjosa Osmanit, ku ishte dhe zonja Haxhiu, që të dyja më pas edhe zonja Osmani doli me një deklarim publik në rrjetet sociale dhe dalëm të hënën me takimin mes Abdi Xhikut dhe Zoti Kurtit. Po në fakt nuk po ndodh kur gjë e re për të asaj që jemi të parashikuar tash sa kohë. A është normal mu normalizu që kjo që s'është kur gjë e re? Po jo që s'është normal, po dyqysh kur skena politike bëhet, dhe gjë kur bëhet skena politike kaq shumë e lexueshme, atëherë nuk mundesh me i thonë veç politik. Në fakt e kemi normalizu jo normalitetin, e kemi thonë këto disa herë. Edhe këtu në vendin tonë po ndodh, krejt ajo që siç dashur me ndodh është u ndodh. Nëse na kishim parashikuar me ndodh situatat e tilla para një viti, me pas qëllu, me pas fol, kaq keq, secili prej nesh nuk kishim mujt me qëllu që kishim mujt me ardh në situatë kaq të dëmshme, definitivisht. Edhe du të më mësuar diçka që shpesh na mendojmë që politikanët më të dëmshëm për vendin janë ata që s'din. Është thonë shpesh kjo. Realisht politikanët më të dëmshëm për vendin po na dalin me qenë ata që din, po din për prap. Se jo, është e vërtet që kemi pas shpesh herë në kaluamën individ caktuar që s'kan pas as përgatitje ndoshta as stafërta profesionale për pozitat që i kanë pas. Por tash me humbur për përgatitje profesionale në anën tjetër këtat përgatitje me përdor në kundërshtim me interesat e vendit tën, kjo për mua është absurditeti më i madh dhe kjo klasë politike po e dëshmon çdo ditë më shumë pavarësishtërinë e saj ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Në një periudhë kur jemi bë diçysh sikur tu recitu dhe tu i përsërit gjatë njëjtës kohë për një periudhë tepër të rëndë në përgjithësi për globin, në anën tjetër këtë ditë krejt lajmin e mirë që e kemi pasur dhe që e kemi përcjellë ndoshta ka qenë ekspedita e Artemis Treshit në Han, që siç duket provë po na del keq ajo zbulimi i pjesës ertë Hanës, po kompenzohet në kuptimin e ertë të veprimeve që po ndodhin në Kosovë. Ma në fund ndodhin e mirë, po shihet ajo pjesa që është menduar që është terr, e që në fakt nuk ka qenë terr, por ka qenë pjesë që s'është pa. Por te ne, pavarësisht që dielli ndoshta po na kap kështu në kuptimin fizik, por në anën tjetër nuk e di sa skena politike po lejon me pas rrezatim real në jetën e qytetarëve. Me pas takime të natyrës së tillë, ku me dalë ti mas 2 ore takim, edhe me thonë ishte një takim konstruktiv. Dhe ti pretash mas fjalës takim konstruktiv, bravo, ko ka kry një takim konstruktiv, por nuk u fal asnjë emër. Vallai, që dha profa për herët me një ironi fantastike, siç s'ka qenë të diskutu për shoqatën e peshkatarëve Ballava. Për një me, kjo është absurde, që shkon ti me një takim ku ke pas me diskutu, veç për presidentin, ata nuk mbledhen më për tjetër sen. Kosova e ka qeverin, i ka ministrat, se duhet prapë e ka kryetarin e kuvendit, nuk e di qysh, dhe gjë, nuk po doj me thonë këtë pjesën që pse po takohen, se realisht e kanë obligim mu taku, po ti kur bën takim me dikën 2 orë, edhe janë të prit për para teje gjitha të media, edhe është gjithë ata qytetarë me kurreshje të mëdha janë të dashur me ditë apo te kalohet çkin gërç, a kemi me shku ose jo në zgjedhje. Tek e fundit, nuk ka fundi botës, se në demokraci po jetojmë edhe zgjedhjet në fund ditës, nëse s'ka kompromis, edhe zgjedhjet janë rrugë, për çfarë kanë lënë mundësinë në zgjedhjeve. Nëse kishim pas që si burr shtetas tamam, që nuk po mund të arrit një konsenzus mirë, nuk po na përshtatet. I dham një 3-4 emra për president, s'po na përshtaten. S'po na pëlqen që ky formati qeveri borjes. Në rregull, e diçka, po. Pe provojmë edhe çet fazë kalimtare, mirë po rruga është e vetmja zgjedhjet. Qytetarëve ja u bë çarçë, mu përgatit. Mirë po, me sa po e shohën e lufta është, po,